Studio arkitekturore Saunders Arkitektur që përfaqëson bashkimin e kompanive prestigjioze si Gjenis SHPK dhe Melia International Hotel u shpallën fitues një ditë më parë të konkursit ndërkombëtar për riparimin dhe modernizimin e rezidencës qeveritare në Velipoj në kuadër të projektit strategjik Hospitality Albania. Ky është projekti i dytë strategjik në Bregdetin e Velipojës, që sjell kompania Gjenis SHPK, pas Velipoja Grand Europa Resort, që me inaugurimin e tij 7 vite më parë ndryshoi realitetin turistik në këtë vijë bregdetare dhe në Shqipëri. Qëllimi i kësaj nisme është transformimi i këtyre rezidencave të amortizuara në struktura moderne dhe ekskluzive, duke rritur potencialin turistik të destinacioneve përkatëse dhe duke i kthyer ato në hapësira për mikpritjen e personaliteteve të nivelit të lartë nga politika, kultura, arti dhe sipërmarrja ndërkombëtare, pa cënuar pronësinë shtetërore. Projekti fitues për rezidencën e Velipojës u vlerësua nga juria ndërkombëtare për qasjen e tij, ndaj ruajtjes së identitetit dhe natyrës përreth, përmes një ndërtimi që ndërthur të vjetrën me të ren. Veçanërisht u theksua ideja kullës vertikale dhe hapja e rezidencës ndaj komunitetit për funksione publike. TV Channel ka zbardhur edhe detajet e këtij projekti që simbolizon një mundësi unike për qafimin e së kaluarës duke parë nga e ardhmja. 7 cilësi të veçanta nga kultura shqiptare janë përfshirë në këtë dizajn: mikpritja, natyra, kultura, zanati, ushqimi, pije dhe arkitektura. Struktura e re do të ketë në total 30 dhoma, ku sipërfaqes ekzistuese prej 925 m2 i shtohet një ndërtesë e re mbi tokë 2347 m2 dhe 2295 m2 nën tokë. Ajo do të ketë suita të dedikuara për mysafir, terracë të mbuluar dhe për ngrënie, lounge, spa, dhoma trajtimesh mjekësore, si dhe një kull që mundëson pamjen e të gjithë zonës, bashkë me një pishinë prej 132 m2. Velipoja tashmë po ndryshon me hapa të shpejtë ditë pas dite dhe bashkë me sektorin privat, paralelisht edhe investime shtetërore, po japin një tjetër dimension turizmit në këtë zonë. Rruga Shëngjin Velipoj e përfunduar, ura e re që pritet të nisë së shpejti mbi Bun duke e lidhur me Ulqinin, segmenti i ri nga plazhi deri në Qafshtiqen, janë vetëm disa prej projekteve që bëjnë Velipojën një nga atraksionet kryesore të turizmit në Shqipëri, që vit pas viti po një rritje të numrit të vizitorëve. E pa diskutim Gjenis SHPK, si një nga kompanitë e para që guxoi të hell hapat e një ndërtimi largpamës në këtë zonë, sot mund të cilësohet lider në fushën e turizmit me brendin e ri ndërkombëtar që i besoi bashkëpunimin me Melia International Hotel.